Qytetarët e Peshkopis po përballen me temperatura shumë të ulta në 2 ditët e fundit. Mbrëmjen e dieshme, termometri zbriti deri në -14 gradë Celsius, duke bërë që gjithçka të ngrijë akull. Por qytetarët e qytetit verilindor të Dibrës po përballen edhe me një fenomen tjetër. Ata të cilët frekuentojnë bulevardin Elezi Sufi shëtisin mbi akull, pasi Bashkia Dibër nuk ka marrë asnjë mas për heqjen e tij. Lëvizja në këtë bulevard është problem për moshën e tretë dhe fëmijët, të cilët rrezikojnë të rrëshqasin dhe të dëmtohen. Ecja e qytetarëve duhet të jetë shumë e kujdesshme, pasi mund të rrëzohen e të thyejnë këmbët. Po, për ditë. Si ju duket pastrimi? Po më këshëra mendem duke ta mramu ka fugës sëtë. Shkja? A është e rrezikshme? Si s'është e rrezikshme? Si s'është? Që, dëfton vetë kjo? E kështë thaj ka me një këtu. Si? Ka me në kështë thaj ki menageri këti i gjurës. Ku e kështë thëj? Që në akull, gje. Ishte rëzu? Rëzu, ka me në romull. A pastrohet regullisht bulevardi Peshkopis? Ku pastrohet, më të shetë që ja bak lizi, nuk shenë s'ka pas skoja, s'ku gjarë për i dhe. Po pse mendoni ju se nuk hedhin klipe skoja? Pa, më rritë veshtu që bëhat. Mendoni ju se ndërtimi i bulevardit me plaka ishte i gabuar? Për mendim po. Asfalti që shumë i mirë. Rase di ishte për të ashtu me plaka, mund të bësh një punë tjetër që ishte më e mëngjente, më e dobishme për njerëzit. Nuk shumë mendoj. Kjo plak bile kjo është ma kese, kjo rëshqet, kjo me njerën e diktonat ftohtin e nga lështia, që si është bë. Ta 6 miliona këto, që me një vend tjetër që është ka nevoj populli, për shërbime. Dilni çdo ditë kënë bulevard? Pa. A është normale që tisesh mbi akull? Jo, dëgjo, normale nuk është me kap, po të hetish me kujdes, i eliminon ato pasojat. Unë jam faliminot, unë jam personist, jam 73 vjetë Kosovë, dhe dalë për rutinë, lëvizje, për të majtë trupin falë. A me me kujdes. A ka rrezik të rëzohesh? Ka. Pak më se pas në mëndjen, edhe mund të rëzohesh. A duhet të ishte hedhur kripa? Pa tjetër. Po pse mendoni ju se nuk e kanë hedhur? Dëgjo, edhe ju e kuptoni pse. Sepse, fali minut. Po t'ishte hedhë, ja sot. Po ditën e parë, pa arrit të ngrica, partijë që ka qenë një djela të partijë një rotë, edhe ishte shkri me pak ashtu skorje dhe me pak granit, ishte shkri, hesim më kujdes. Jemi rëzu, jemi captu më këtë vend, më këtë lejtë qeveria. Janë rëzu njerëzit? Sa të duesh. Ka pas rast? Sa të duesh, ka pas me shumicë. Po pse mendoni ju se nuk hidhet krip për ta shkruar? Po në gjep çert fusin. Kripën e aklit e fusin në gjep. Është Bashkia Peshkopis, bashkia më poshta që ka komi. A në nevojë se ka pas më të poshtër. Është një vend shumë i keq. Pse nuk hedhin krip? Pse lejnë kështu? Mos krip s'hedhin, as hakull s'hedhin, as njeri nuk sheh, as njerëve. Veç ka marrë simpatizant të vet, i ka kes vitali 50 vet, 100 vet ka, simpatizant nuk dalin kërkun për të shkuar një po dhe në rrugë ose me pa njeri ose një smu e zgja. Është e vështirë një për kot, se kush nuk i ve vesh, kush. S'ka është te. A është e vështirë? Shumë e vështirë, dalim jermë. Kur gjë? E sa kohë është nuk pastrohet akull? Akulli që ka fillohë. E në sot, s'na bje kërkush ma pas rrugë, as kënd, rrëv disa që mena. Po gjë për ti e shef një vetë ju, të jetë krip, se ti se nuk kishtë akulli, që ke rrugë më ti, po të që kam bë për rrugë. Këto mena qiteti, tërtinella. Mero pafshim për shumë jetë. Mendon të se nuk hedhin krip? Për leta e së hilë, më të që më hajde, mero pafshim. Përdorimi i kripës për të shkryer akulli në bulevard është i pamundur, pasi dëmtohen pllakat me të cilat është shtruar. Banorët e Peshkopis shprehen se i gjithë ky investim është bërë vetëm për të përfituar, pasi nuk është studiuar a qëndrojnë pllakat me beton në zona të ftohta. Ky investim i rilindjes urbane prej 1.5 miliard lekësh është investim i shkuar dëm. Edhe futja e borpastrueseve ka qenë e pamundur, pasi pa futur akoma mjetet të rënda në të, rreth 30% e pllakave janë të dëmtuara, ndërsa mundësia e vetme për të hequr borën nga aty ka qenë me krah, por si duket ndërmarrjet përkatëse të Bashkisë Dibër as këtë nuk e kanë bërë.